Pse Islami është në hap me kohën? Në përgjithësi, mësimet islame ndahen në dy llojesh. Lloji I parë I mësimeve janë vlera dhe parime të përgjithshme universale. Ndërkaq, lloji I dytë janë vendime, rregulla, norma, mësime të hollësishme. Pse është kjo ndarje? Sepse ndarja varet nga natyra e çështjes. Nëse kemi të bëjmë me një çështje e cila nuk ndërlidhet me kohën dhe me vendin, aty kemi detajizim, aty kemi hollësi, sepse kjo çështje nuk I nënshtrohet kohës dhe vendit dhe I bie që është e përjetshme. Dhe rrjedhimisht Zoti I Madhreshëm sjell detaje në këtë temë, sepse kjo temë nuk I nënshtrohet ndryshueshmërisë. Për shembull, çështja e besimit në Zotin, çështja e njëshmërisë se ekziston vetëm një Zot, çështja e ritualeve, çështja e trashëgimisë, shumë çështje tjera të cilat janë konstante, janë të përhershme, sepse nuk lidhen me kohën dhe me vendin. Lutjet janë lutje kudo që mund të jetojë njeriu dhe në çfarëdo kohë që të jetojë. Në anën tjetër, çështjet të cilat ndërlidhen me rrethanorin kohë dhe vend, pra konteksti kohës dhe vendit ka ndikim në këto çështje, Zoti I Madhreshëm nuk sjell detaje, por sjell parime, vlera dhe norma të përgjithshme në formë të kufeve, duke kërkuar që në suazat këtyre kufeve njeriu domethënë ta zhvillojë fetarinë dhe organizimin e tij, ose në suazat të këtyre vlerave njeriu e ka lirinë të zhvillojë këto çështje pa I kalu këto vlera të përgjithshme. Fjala vjen sistemi I qeverisjes, mënyra e funksionimit të shtetit, çështjet të cilat ndërlidhen me interes publik, e shumë çështje të tjera, në të cilat Zoti I Madhreshëm, domethënë ka kërkuar vlera të përgjithshme ose ka vendosur vlera të përgjithshme. Fjala vjen nëse flasim për shtetin, është jashtëzakonisht e rëndësishme drejtësia, liria e të ngjajshme. Nga ana fetare do të ishte gabim nëse ata e përzin elementin hyjnor të pagabueshëm të shejt me elementin historik të ndryshueshëm dhe me mundësi gabimi. Pra, kur shpjegojmë fen, qartazi duhet ta bëjmë dallimin midis elementit hyjnor statik, I pagabueshëm, I shejt, dhe elementit të ndryshueshëm historik. Çfarë do thot elementi I ndryshueshëm historik? Domethënë përpjekja e çfarëdo brezit muslimanëve, në çfarëdo vendi të botës ta aplikojë dhe ta zbatoj fen. Pra, kjo është një përpjekje e muslimanëve, është një prevojë e një populli kudo në botë, por nuk mund të merret ajo si standard I fetarisë